I pesh video qezës së sapës Imzot Simon Kulli është ndarë sot nga jeta në moshën 52 vjeçare pas një arresti kardiak të pësuar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Imzot Kulli lindi me 14 shkurt 1973 në fshatin Pistull të Sapës dhe u rrit në një familje me tradita të thella fetare. U pranua në seminarin ndërdioqezan të Shkodrës në vitin 1992, ku nisi rrugëtimin e tij filozofik e teologjik. Me 29 qershor të vitit 2000 u shugurua me shtar në katedralen e Shkodrës, ndër shugurimet e para pas 26 viteve të regjimit komunist. Gjatë viteve të shërbimit të tij ka mbajtur detyra të rëndësishme në Kishën Katolike, përfshirë atë të kancelarit të dioqezës, drejtorit të Karitasit dioqezan, vikarit të përgjithshëm si dhe administrator dioqezan pas ndarjes nga jeta të Imzot Lucian Avgustinit në vitin 2016. Për vitin 2006 shërbente si famullitar i katedrales Shën Tereza e Kalkutës në Vaudeës. Lajmi i ndarjes nga jeta të Imzot Simon Kullit ka sjellë trishtim të thellë në komunitetin katolik dhe më gjerë, ku ai kujtohet si një figurë e devotshme, e përkushtuar dhe e dashur për besimtarët.